A ka rëndësi që ju shdukësh as çka ki mrena. Nejse, kjo s'ka të bëj me dashni ose kur të pëlqen dikush. Coverat ose kopertinat e albumeve ka rëndësinë e madhe në muzikë, sa që tash mundesh me fitu Grammy nëse e ki coverin flak. Allahile, a menon cili artist shqiptar kish mujt me fitu Grammy për cover? Imbrëma dhe përshëndetje të gjithve. Kjo nuk është një raport që Grammy së ndojnë këtë çmim. Fillimisht, Best Album Cover, kopertina më e mirë e albumit, është ndonë nga viti 1959 deri në vitin 1972, e ku janë ndonë në dy kategori: Best Album Package në Graphic Arts edhe Best Album Package në fotografi. Edhe normal, çmimi ju jepet drejtorëve artistik, e ju vetë artistit, të e vlerësu pamjen vizuale të albumit. Çmimi i parë Grammy për kopertinën e albumit u dha në vitin 1959 për Frank Sinatra, Only the Lonely. E tash në vitin 2025, kush kish mujt për e shqiptarve me fitu një Grammy t'il. Në këngë ose ndryshe në singles, nuk është ju jepim rëndësi coverave, por në albume është pak ma ndryshe. Janë ma të veçantë edhe kemi coverat që i majmë në zemër. E për mu, këta janë disa prej coverave që pëlqejnë ndër vite, se me full veç për vitin 2025 del video 30 sekunda. Tingulli trend, ma i madhin vend. Dyshi akojnë qatë që edhe qatë kosa kanë mujt me pas një lambën cover. Çka po dënë ma shumë? Looney Fresco Bars, handmade cover që duket super sick, e sidomos kur e di që vetë artisti i albumit e ka kriju. Blunt and Real DJ Blunt. Definitivisht një ndër coverat ma ra dhe ma maskulin na i herë. Jolle JB Airlines. Një cover shumë fresh që lidhet shumë mirë me estetikën e albumit, edhe deri sot e këshyr mirë nuk e vren që aeroplani është veç lodhë. Elvana gjata, afër dhe larg, edhe Flori Bumaje si detaj. Edhe pse janë thjeshta, tepër m'pëlqen që mundesh me i bo bashkë. Çek qyre. Ilir Shaqiri pran diellit. Këta kom zgjedh fundit, shkaku që s'ka album cover që ka ma shumë aur se ky album. Ka shumë coverat bukur që ja vlen me fitu Grammy. Unë e zgjodha veç disa se nuk e kena krejt ditën këtu. E ti tash të regom se cili cover të pëlqen e kish meritu me fitu këtë çmim. E në të njëjtën kohë, baje follower Pan FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.